ata iga unë, miru paps. Rrit gjatë i gzim. Pse dështoj Fiberi pastaj? Po pse se s'muas mi dha ato plusin. Klevisi s'ja dha, tysti dha, ti s'ja dha, ato që fitojnë Jo, ato. Jo, unë bëra atë Fiberi, po unë i hodha prap. I hodha kështu. Por ti hodha, unë doja ti nxirja, vlla, unë doja ti nxirja, kisha 1100 euro. Kisha 1100 euro që mi hodhi Sami Dubai mi hodhi. Po t'gjom. Më hodhi Sami Dubai 3 shqiponja bënin 1000 euro. Kisha dhe 100 tjera bëra 1100, doja ti nxirja, ngecën atje si hodhi fare. Si hodhi fare tek ajo, çka quhet aplikacioni. A funksionon ky Fiberi mes i aplikacionit çuna? A është më aktiv? Po funksionon, po ka pak njerëz që bëjnë vetëm këtë që thotë Klevisi, njëri hidh tjetri dhe kaq, nuk nxjerrin ajo hiç. Nuk nxjerr asnjëri lek nga ajo. Mund të jetë ndonjë TikTok që i nxjerr, po dim se si nxjerr, unë kam hyrë her pas here, kështu që shikoj i. Ai ishte mirish, nuk i shkeq, po të kishin hedhur ato, unë mund të hyja. Bëma kida ta kisha harruar fare TikTok-un, do kisha ngecur andej. Babalja më tha, hyra andej, dhe sa andej s'para shajnë e bëjnë shumë njerëz. Jo, Babalja ka bërë kontratër, e di unë. Ai fore. Po e di unë, po tani ai po, po kam qenë telefonin me Babaljen. Po mirë, më normal të Babalja ka audiencën, ata do t'i bëjmë kontratën, ata ti po deshe hajde. Pero thash unë shok jemi me Babaljen, i thash po. Babalja ka audiencë, ka kontratë, po, le të hyj. Unë i thash rrin TikTok, se unë s'kam audiencë. Pse të vi unë? Dhe Babalja ka bërë kontratë që hyri atyre. Pastaj se çka ka sill nga mbrapa Babalja, ti këtu në atë fiber, unë se di. Kontratë ka bërë. Kur hyra unë që thua ti, kur ja valoni këta me këto gë-klasët. Bap njeri, bap tjepër, thashtu, dale mos e këtu, më duket, këtu që nga jeta, si nga këti në TikTok-u. E për nëzore janë 100 euro, unë shumë shpejt. Pasaj, e dyta që kjo, kaloi ai me thëfadherin atje, unë se njifja. Shikohë, pasaj, u futa e pas fotoren, ore, isha pa ikur për në Turqi. Edhe më shkruaj diçka do bëhet dhe për ty, thaj, domethënë pasi hodhi ato. Edhe vallai më shkon lotët se pris. Unë ishte ajo pjesa që do ikja për në Turqi. E di. E kështu ishte pjesa, për pas më pyeti njërë më vonë, ore thaj, nëzora ato lekti, thaj atje. Se u futa me ndritare, unë atëherë që ishim bashkë, që i thosha, ore, si 3 herë mu ato lekti atua dhe në 3 herë s'vinin. Po ato atje dhe i nëzore, dhe shë, jo, ras ato. Zdo, jo, nuk ngjite, jo, nuk ngjite. Nuk ngjite, po frugulle. Po frugulle. O da të këzim, Mika, natën e mirë se do e mbyll. Natën, zoti Qela, dëgjojemi. Natën. Gjatë këzim, natën. Çuna dhe goca, natën e mirë të gjithëve, juroj Zotit gjithëve, pa përjashtim nga i parit e ki fundit, na i bëni halal edhe juve që unë kam përmendur asnjë lloj gjëja tjetër. Juroj Zoti se jeni punët tuaja përderisa ta mbini qafë punët tona, s'kemi punë me punët tuaja, bëni çfarë doni, jepini drejtim, mbytini, lëshojini, mos lëshoni shjelmin, barkut, kokës, këmbëve, jepjani popullit siç e meriton, se çdo popull meriton qeverinë dhe politikën që i drejton. Kështu që protesta me sapashën e nga Shqipëria sikur po shteroset. Edhe inshallah vinë ditë më të mira, se më keq se kaq nuk ka ku të shkoj. Prandaj, ju luj Zoti, edhe me kismet shihemi nesër po të jemi mirë. Natën e mirë gjithëve. O no wow. Shumë faleminderit vlla, po ore. Aman se mos Mjena një ditë telefon, edhe thoi o vlla, këte që ta luana të mbrapshë, se sinqerisht nuk i të shoj me mbrapshë, vlla, ta dish. Këtej vina ta, se i eshto gjani që i merë rrymat i sjell këtej. Po për të ardhur andej, vlla, ka rrymat të forta. E kupton se fryn janë të kundërt, që ta dish, studio rrymat. Mos më thoj pastaj pse si i qysh tek. Mos kemi llafe, ose po do
hipja avionit, hajde meri këtu. Se ndryshe nuk iki vlla, nuk I lën rrymat. O british, ika çuna, ika. Natën gjithë çuna dhe goca natën.